Edhe të mërkurën qindra student marshuan nga konviktet drejt rektoratit të Universitetit të Prishtinës, ndërkohë që nga përmendorja e Skënderbeut, atyre ju bashkangjitën edhe shoqëria civile duke quar numrin e protestuesve në rreth 1000. Dyert e oborit të rektoratit kësaj here nuk kanë qenë të mbyllura dhe për dallim nga ditë të tjera në mesin e forcave policore që po qëndronin në oborin e rektoratit nuk kishin edhe ato të njësi speciale të policisë së Kosovës. Në përkraje të kërkesave të studentëve protestues, sërish doli profesori i UP-s Arben Hajrullahu, i cili konsideron si të drejtë shkarkimin e rektorit Ibrahim Gashi. Cilësinë e profesorit të Universitetit Prishtinës shpreh solidarizimin tim me studentët e bashkuar dhe jo partijak. Kaj të gjitha institucionet e këtij vendi që ta mbështesin Universitetin e Prishtinës, që ta kthejnë Universitetin e Prishtinës promotorin e dijes dhe zhvillimit. Ky është misioni ynë. Ndërsa Ilir Deda nga organizata Kipred, duke rikujtuar rezistencat studentore ndaj pushtetit serb në Kosovë, tha se prania e policisë së Kosovës në oborin e rektoratit nuk i ka hije këtij institucioni. Studentat kërkojnë ligj, jo plagiator në universitet, nuk është pamje e mirë me pa policinë tonë para një rektorat. Ideja e juaj është e drejtë. Edhe ka me fitu. Qytetarët janë në shërbimin e juaj për me fitu këtë kauzë. Në lidhje me zhvillimet e fundit në Universitetin Publik, të enjtën pritet të diskutohet në seancën plenare të Kuvendit të Kosovës. Gjatë kohës kur do të zhvillohet seanca në Kuvend, studentët paralajmëruan marsh drejt rektoratit. Ne kem shumë besim që seancë do të tregoj se deputet kujt janë deputet popullit, dhe do të mendojnë për popullin dhe për gjithë shka që është e popullit, ma kryesorja për këtë popull është ky universitet që ka dhe karakter historik, pas që është universitet publik dhe i gjithë popullit, dhe ne nuk dyshojmë që ata do të marrin një vendim sa më drejt politik për universitetin, për të me lehtësu aty në këtë vendim, ne do të reorganizojmë marshin sërish sikur sot dhe sikur partije në ora 12. Ndërkohë, rektorati i Universitetit të Prishtinës përmes një komunikate njofton se këshillat mësimor të njësive akademike të UP-s, siç janë Fakulteti Filozofik, i Filologjisë, Ekonomik, Juridik, i Shkencave Sportive, Fakultetet Teknike, Fakulteti i Edukimit dhe njësi të tjera akademike u kanë dhënë mbështetje pa rezervë institucioneve më të larta të UP-s për zgjidhjen e problemeve me të cilat po përballet Universiteti i Prishtinës. Nga këto këshilla mësimor, protestat konsiderohen si projekte politike të grupeve të caktuara. Për Top Channel, Dije Morina, Prishtinë.